mashkull edhe femën. Po këta ka folë telës greku më rëbur 1000 vjetë para Muhamedit. Kurani mëson, zotni, këtë do më folë për shkenë. Kurani mëson se spermatozoidi del pe i korrenzi shpizet rase gjoksit burë. Po qka jeni të më folë ju mua? Unë e lexoje Kuran ma shumë se ju, qyre. Për ata thirëm shejh Malsori, se i mësoj musliman. Ti je kërkushi. E di, faleminderit. Kërkushi, po. Zotit Beko. Ani një pyetje tjetër, hoç. Fjala e Kuranit, ndëgjo. Ku del sperma, hoç? Pe korrenzi shpizet rase gjoksit, lutëm. Ku prodhohet o Po, zotri? ku prodhohet? Po. Po. Na kem pa dashën malsi, e am provua. Nuk ka marrë I kem trell dashën. Nuk ka marrë, ka dalë se unë ti këshirë kulturën time dhe fenë time, çfarë feje ka. Shumë e bukur më thirrë idiot. Fole, prej fillimit asnjëherë nuk ndërhyna, se kem kulturë. Kemi rënë. Kemi rënë. Po si jeti më bën pyetje? Si jeti më bën pyetje mua, pyetjet mi banaj. Ti emocioni u dua fakte. Ko marr këtu për fakte se më Okej, vizhlerë fol. Kush lyp fakte është tjetër kush, jo ti. Po. Jo ti, edhe një herë thëmë. Akuzojmë kërku fakte. Po, më në po. A Kurani se sperma del pe i korrenzi shpizet rase gjoksit. Po, Kurani thash bash. Është vërtet ata. Po, e vërtet. Po lene ta shpjegoj. Po lene ta shpjegoj pse po. Edhe nëse ki dyshime, shko vetë për shembull ti bëj një ginekolog, ata që merren me këtë punë, prej nga prodhohet edhe pej nga del. Po ti prollohen me nerë me tha, ne dim ku prollohet më rëbu. Jo. Po dashin, aja kem kryqin, aja kem trell ato, që mos me prollohet mi. Ti e të thonë se në organ prollohet urina. Po jo, zotri, tjetër ku prollohet aty veni që del. Po njëtë. Edhe ajo tjetër ku prollohet aty tjetër ku del. Një pyetje tjetër. Muhamedi ka thënë hadith se gruaja ka sperma, ka gruaja sperm. Se thot ai po e ka mat holl. Po po s'ka gruaja sperm, ka tezën more holl. Po çu s'ka. Ka gruaja sperm. Ju lutem mos e lani. Ti je ke analfabet. Ajo nuk ka. Ti analfabet. Ajo ka tezën, dëgjoj. Te kena fliç debat, hajde do në tjetër. Nuk ka fliç, këto në Kur'an. Hajde shkojmë te, për shembull ta ngucë me hoxhën se shpeshherë ka poso xhollar që kanë thonë na Terezë shkon në xhenem. A pajtu është ti hoxh me këtë? Po nëse thot ky zotria që Halil Kastrati. Po. Shkon në xhenet sipas verzionit krishter, edhe unë po them, unë nuk jam zot me ta ku shko ku. Edhe unë unë eroj Adem Jashari këtoj. Ço Adem. Po me kënojnë, po ku shkon? Falet vërtet. Ajo puna e Zotit më rëbur, po kush jam unë? Bravo. Ja mirë, çdo Zoti. Ne kesh të pajtura me Luigjit. Qesat e xhenetit edhe xhenemit si kem kurkush na. Të vërtetën e di vetëm Zoti. Nuk thash unë kom qelsen e sjapi. Po bravo. Nuk thash. A shkon në Terezë në xhenem? Ashtu ka thashë çka. Zoti është ai që vendos. Mirë po, ndëgjo. Po dëgjoj vëmendje, dua ligjërate, dua debat. Sipas verzionit krishter, çdo njeri që nuk pagzohet, vendin e ka në ferr. Sipas ku e thot ata? Po ku e thot ata zotni? Ku e thot ata? Po pse po bosh dëftërshën fen tonë? Po të kërkoj fakte, ku e thot? Urno. Po nuk ka feja krejt veç në Bibël, ja krejt veç në Kur'an zotri. Dëgjoj, zotni, a di pse jam këtu? Fen time, këtu në programet tua, ka folin në hava. Edhe kur u thua fakte këta bëhen nervoz, duan me ik prej programit si 3 herë. Pse atëherë pse atëherë shembull ti bëj disa shqiptar, shembull ti bëj që kanë marakën raki shumë, e mishderët, po vin po pakzohen. Pse pi pakzom asi so këtu pra? Pse pi pakzom? Pse pi pakzom? Po të kërkoj fakte. Pse pi pakzom po them, pse? Me urilind në shpirt. Pse bën abdes? Po se në ryshe, nëse nuk pakzohet, nuk shkon xhenet. Zotni, dëgjoj tash, edhe në Terezë. Po ku fakti, hoç, për këtë çka po thua? Pse s'ka thonë asnjëherë në jetën e vet, la ilaha illallah. Po çfarë është lipi fakti? La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Mirë po. Po si me tha Rasul për Muhamedin kur s'ka bënë këtë. Po të përfundoj më ai gruan e djali, si me i tha Muhamedit Rasul kur djali vet I ka hip gruas tina. Zeynebes, okja bajza hals, tash kemë thasë rreth. Po rran, është pa vërtet. Buhariu e thot muslimi, e thot Kurani. Se ju me rran dhe me shpifje, edhe me trillime. Kurani thot por lik me fakti, mos u kujtoj se po thot. Cilën vend e thot Korani çështë? Kurani e thot. Askund. Dgjoj, Kurani e thot. Po prej lik me fakti. Dgjoj, mos e ndaloni ata çka i djalua. Kurani është një libër që nuk ka më budallëk në botë. Falni. Kurani se nuk ne plas një shpjegim. Ai thot, mos e ndaloni çka to djalua. Atëherë nda 200-300 vjet pas atyt, se s'dihet me kanë të fol. Ka Buhariu edhe thot, kjo për çështjen apo mos. Mirë, vishën një pyetje hoxha ka. Para se po. Vjen atë na. Që na po të lëna me kryt le atje. Po si jo, dëgjoj. Po ky thasë është vërtet. Ky duhet më fakti është vërtet, dëgjoj. Kurani e thot këta.
Pas 200-300 vjeç se nuk ka kuptueshme. Kurani nuk tregon se kush është gruaja e Ademit, kush janë fëmijët e tij, nuk tregon që tha kush janë mjekësit e Jezusit, havorion. Kush thotë që nuk tregon? Ku thot Kurani? An e kënd botës islame e përmendëm shembull për bëj. Po Ademi Allahova. Po ku? E përmend shembull për bëj që është. Po nuk ka e vërtet. Po nuk është bërë, kush nuk është e vërtet. Ku thot Hava se janë gruaja e Ademit? Po thot në Kurani janë të fesë, nuk ka vesh Kurani. Zotriu po thon Kurani. Hadithi, o zotri. Ashe, ky s'm jam me arte hadithi.